Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, feja islame ka vendosur parime dhe rregulla mbi të cilat parime kanë ndërtuar vlera, të cilat vlera ndërtojnë parimet mbi të cilat jetojnë njerëzit. Praktikisht ruhen të drejtat e njerëzve dhe kryhen obligimet ndaj njëri tjetrit. Në mesin e këtyre obligimeve dhe rregullave dhe veparimeve të cilat ka vendosur Islami është dhe ruajtja e pasurisë individuale dhe pasurisë pronave të të tjerëve. Madje feja islame ka bërë këtë çështje një prej 5 objektivave për të cilat ka ardhur Sheriati Islam ose jurisprudenca islame. Për një prej 5 gjërave që ka ardhur e tërë jurisprudenca islame është ruajtja e pasurisë. Për faktin se për të ardhur deri te pasuria kërkohet mund, investim, lodhje, vujtje e kështu me radhë. Prandaj dhe feja islame i ka dhënë rëndësi të veçantë ruajtjes së pasurisë. Sot do ta trajtojmë një temë e cila është trajtuar më tepër se një herë nga kjo foltore, por ka qenë kërkesë e xhamatit e vazhdueshme që të përsëritet. Do të flasim për ruajtjen e pasurisë nga personat të cilët mund ta keqpërdorin. Do të flasim për borxhin ose po e titullojmë përgjegjësia e borxhit. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gjithsesi që është temë e ndëgjuar, nuk është temë tabu e pa ndëgjuar, por ja që fatkeqësisht pjesë aktuale e këtij problemi dhe këtij aktualiteti dhe këtij fenomeni janë pjesë e madhe e muslimanëve, madje xhamatlive, madje edhe atyre që vinë në xhami dhe falin 5 kohë namaz, shpesh herë binë në konflikt si rezultat i moskthyrjes së borxhit, ose vonimit të borxhit, apo prishën raportet familjare, apo kalon çështja edhe përtej kësaj, shkaktohet konflikt që mund të përfundojë edhe me fatalitet. Këto janë aktualitete të përditshme të ndershëm vëllezër. Prandaj dhe ka nevojë që këtë çështje t'ja përkujtojmë vetvetes dhe të tjerëve se çështja e borxhit në Islam, feja islame e ka shtrënguar shumë, ose do të thoja kështu. Pejgamberi alayhis salam është dërguar me mëshirë, pejgamberi i mëshirës, dhe ka qenë i butë dhe i qetë. Mirë, por në raport me borxhin ka qenë shumë rigoroz, sepse çështja e borxhit të ndershëm vëllezër është problem i jetës së kësaj bote. Siç e theka, është shkak që shkakton konflikt. E dyta, vënimi i borxhit, moskthimi i borxhit është përgjegjësi në varr, madje është vujtje në varr, një prej shkaqeve të dënimit në varr. E pastaj është privim për të hyrë në xhenet. Pra në të gjitha fazat, etapat e jetës, borxhi paraqet problem. Askush prej neve nuk do duhet të njihet imun ose të njihet keq. Pra, borxhin e ka legalizu feja islame. E ka legalizu, por me kritere dhe standarde. Borxhi të ndershëm vëllezër duhet të shënohet në radhë parë, e të ruhet afati dhe të kthehet në kohë dhe s'ka kurfar problemi. Madje ai që 2 herë jep borxh dikujt e ka shpërblimin e sadakas. Pra, me dhon borxh ose sevap është mirë. Mirë, për në këtë kohën që po jetojmë, shumë prej xhamatit, prej muslimanëve, komunitetit të hoxh, unë me paret e mia, me mallin tem, po bin konflikt kur po jep borxh, prandaj dhe nuk po jep borxh. Pra, kjo nuk është mirë që po shkaktohet nga persona të tillë, por ndryshe personi i cili pra ka dhënë borxh dhe nuk i kthehet borxhi, e ka të vështirë me dhënë dikujt tjetër. Andaj vëllezër, pra, mos i ndërlikojmë çështjet. Pra, me dhënë borxh është sevap, është shpërblim dhe shpërblesh me shpërblimin e sadakas.
Por ai që po merr borx, le ta dinë që ka përgjegjësi të madhe para Allahut xhele xhelalu. Madje pejgamberi alayhis salam pasunikun I cili ka pare, ka pasuni, nuk e kthen borxhin, e ka quajtur zullumçar. Kështu ka në hadithin e saktë, matlul ghani dhulm. Thot pejgamberi alayhis salam, mos kthimi I borxhit nga I pasuri është padrejtësi. E ju e dini që zullumi, padrejtësia është problem I adhurimeve në këtë botë. Është pengesë e pranimit të adhurimeve në këtë botë, ndërsa në ditën e gjykimit ka thënë pejgamberi sa e dhulmu, dhulumatun yawmul qiyame. Zullumi, padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Madje të ndershëm vëllezër, vonimi nëse mos kthimin e borxhit, pejgamberi alayhis salam e ka trajtuar peng të pranimit veprave ose arsye të dënimit në varr. Kështu ka në hadithin e saktë, thot pejgamberi alayhis salam, nafsul mu'mini mu'allaqun hatta yuqda alayhi daynu. Shpirti besimtarit është I varur, është peng deri sa të lahet borxhi I tij. Këtë hadith e ka nxjerrë Imam Muslimi. Besimtari është peng I borxhit të tij deri sa të lahet borxhi I tij. E dietarët islam kanë folë shumë për kuptimin domethënien e këtij hadithi. Disa dietarë kanë thonë kështu: ai I cili nuk e ka kthy borxhin, ende nuk e ka dhe ka vdek, ai dënohet si rezultati I kësaj dënohet në varr. Disa tjerë kanë thonë, ai privohet minimumi që ka vdek pa la borxhin, privohet me shiju të mirat e varrit. Disa tjerë kanë thonë që personi I tillë ka me të peng pa u gjyku, pa u marrë vendimi për te, ka do të shkon. Por mund të jetë 5 vakli, haxhi, besimtar I mirë, nuk është nda me shku në xhenet, po as në anën e kundërt. Pra është peng. Prandaj thënë dietarët islam, ndëgjimi I këtij hadithi, I kësaj thanit pejgamberit alayhis salam, është inkurajim për djallit, që nëse kënë dëgju se prindi, vllau, familjari ka vdek pa I la borxhin, laja borxhin. Sepse të ndershëm vëllezër, nëse një kategori të njerëzve pejgamberët ja kanë lakmi dhe nuk I falet borxhi, atë çka është puna me të tjerët. Shahidit, dëshmorit, nuk I falet borxhi. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Yughfaru lish-shahidi kullu dhanbin illa ad-dayn. I falet shahidit, dëshmorit çdo gjuna përveç borxhit. Pra, nëse kësaj kategorie që në kategoria më e mirë e njerëzve që vdesin, nuk I falet ky mëkat, çka është puna me tjetrin? Andaj të ndershëm vëllezër, çështja është shumë serioze. Dhe kur flasim për borxhin, ndoshta dikujt në këtë kohë shkon mendja, hoq, po ndoshta ai duhet mi pas borxh një 100.000 euro, 1 milion euro për mos mi fal gjunahi. Po ndoshta për pak me 10.000 e me 20.000 nuk është problem I madh. Vëllezër, është në pyetje 1 dinar dhe 1 dirhem, 10 cent edhe 1 euro. A bashkë kështu tekstualisht ç'është është? Madje pejgamberi alayhis salam nuk ja u ka fal namazin e xhenazës atyre që sado pak kanë pas borxh. Zakonisht ka qenë princip I pejgamberit alayhis salam, para se me fal namazin e xhenazës dikuj, ka pyet a ka pas borxh apo jo. Transmeton Xhabiri, Allah qoftë I kënaqur me të, thotë kështu: vdiq një burr dhe e përgatitum, pra e pastruam dhe çefinosum dhe e vendosëm tek pejgamberi alayhis salam që t'ia fal namazin e xhenazës. Pyeti, a ka borxh? A ka lënë borxh personi? I tham, po I dërguari I Allahut, I ka lënë 2 dinar. 2 dinar. Edhe u tërhoq, tha falja namazin shokut juv. Dikush prej xhamatit, prej masës u ngrit e Bukatade, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, I tha, o dërguari I Allahut, ai borxh është mbi mua, unë do ta paguaj. Edhe ja fali namazin e xhenazës pejgamberit alayhis salam. Të nesërmen e takoi personin që e mur përsipër me la borxhin, e tha, o filan, çka u bë puna aty në 2 dinarve? Tha, o dërguari I Zotit, pa dje ka vdek. Si foli pejgamberi alayhis salam. Mas 2 dite personi e pagoi, ja pagu borxhin, pejgamberi alayhis salam I tha kështu: el ana barradta alayhi jildah. Tash ja ka fresku, ja ka fladit lkurën e tij. Hadithi është në Muslim. Tani ja ka fresku lkurën e tij. Që I bie se ai ka qenë siklet. Ai ka qenë siklet, nëse pra një sahabi ka qenë siklet, që s'ju ka pagu borxhi, ku jemi ne të ndershëm vëllezër? Edhe në pyetje 2 dinar.
Vëllezër, ne ndëgjojmë, sikur që ndëgjoni edhe ju, që sot njerëzit bojnë ndërtimet në alta këtë me borxhe. Blen kerrin këtë me borxhe, këtë shtëpinë ka me borxhe, këtë tesha që i kon trupi ka me borxhe, ushqimin ditore ka me borxhe. Por këto janë problemet që ne duhet pra të jemi të kujdesshëm, sepse pra kjo paraqet pengesë edhe në raport me Zotin. Madje është pengesë për të hyrë në xhenet. Ka në hadithin që është i saktë si transmetim, pejgamberi alayhis salam në një ligjërat të tij po pyet: a ka dikush prej familjes së filanit? Dhe heshtë njerëzit. Edhe një herë përsërit: a është dikush nga familja e filanit? Po heshtin. Herën e tretë u ngrit dikush prej burrave, tha: unë jam i dërguari i Allahut pi filan familjes. Tha: po pse nuk u përgjigje dy herë të para? Unë tha: nuk ju çortoj ose nuk ju këshilloj vetëm se çka është e dobishme për juve. Familjari ju tha që ka vdek para 2 dite, është peng për të hyrë në xhenet si rezultat i borxhit që ka lënë. Çështë tha pejgamberi alayhis salam. Prandaj të ndershëm vëllezër, çështja e borxhit pra është çështje serioze. Andaj duhet pra të definohet. Vëllezër, ne jetojmë në jetën e përditshme. Edhe me cent në qoftë, kur të blesh diçka i jetë borxh dikuj, ose lypja halalin, ose shënohet dikun mja kthy, me cent, lemo me euro, ose me dhjetra, ose me qindra, e të tjera probleme që ndëgjojmë në përditshmëri. Pra, çështja është serioze. Prandaj, jo rallëherë ndodhet të ndershëm vëllezër, që këto shqetësimit na vinë mrena xhamatit. Falmi thot hoxh me një saf, falmi afër njëri tjetrit, as telefonin nuk ma qel. Derisa e ka marr borxhin, i përulur, i përbuzur, i nënçmuar, momentin që i merr paret, pra ka marr borxhin, ma e ka probleme ta qel telefonin. Vëllezër të ndershëm, pra do të jemi korrekt, mas pari në raport me Zotin, por edhe me njeriu se një prej shkaqeve ka në hadithe të sakta që më shumë t'i komendohet procedura e zgjatjes në ditën e gjykimit në 2 gjëra. Për shkak të kapitaleve që keq përdoren, këtu hin edhe borxhi, dhe për shkak të gjakut, vrasjeve të pavena. Për atë arsye procedura në ditën e gjykimit komendohet shumë, prandaj të ndershëm vëllezër, duhet jemi pa korrekt në raport me borxhin. Andaj pra, sa më afër zbatimit të këshillave hyjnore, aq më mirë kemi raportet me Allahun dhe me njerëzit. Allah na mësohet që të jemi korrekt me Allahun, korrekt me njerëz, të harrojmë pasurinë tonë dhe të harrojmë pasurinë e të tjerëve. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësimor. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, sigurisht që kjo është një prej shumë këshillave që kanë ardhur në raport me borxhin, dhe se vërtet marrja e borxhit është me përgjegjësi dhe kthyrja e borxhit është njerëzi, është humanitet, është krenari, po gjithsesi që është edhe njerëzore, sepse siç tham në fillim të hutbes, ajo është pasuri e pronarit i cili me mund dhe vështirësi ka arrit deri te pasuria. Prandaj ta ka dhënë shërbim me qëllim që ti ta shfrytëzosh, ti të i kalesh vështërsitë e tua, krizat e tua, hallet e tua. Unë po flas, çka thonë dietarët islam, borxhi mirët për hall. Borxhi mirët, siç thot populli, për zor. E ai që e merr për luks, edhe nuk e kthen, i shtohet, i shumë fishohet tani gjunohi dhe e keqja. Pra, dera e borxhit është qel për hall, sepse është ndalu kamata dhe kur është ndalu kamata, është hap dera borxhit. Sepse në Islam s'ka derë që mbyllet, vetë se hapën dyrë të tjera. Mirë po në kohën tonë të ndershëm vëllezër, është bë vështirë tani me gjetë edhe borxh, për faktin se po i mbyllin dyrt ata që janë të papërgjegjshëm. E ne të ndershëm vëllezër, pra duhet të reflektojmë, namazi jon duhet të reflekton, agjerimi, haxhillaku jon duhet të reflekton, pra të jemi të ndërgjegjshëm, siç kam thënë gjithherë, kur e kam trajtuar këtë temë, që kur të marrësh borxh dhe nuk mundesh me kthy me kohë, ti disa ditë përpara dush me thirr ato që të ka dhënë borxh. Disa ditë përpara dush me thirr, mos me prit vadën, ai me thirr, hua dhonsi, po ti si hua mars dush me thirr, më thon, fal, a mundesh më shty borxhin? Nuk i kam ranet. Pra nëse kështu vepron, jam i bindur që edhe nëse ka nevojë hua dhonsi, ka me të prolongu, ka me ta shty vadën. Ama kur ti s'ja çel edhe telefonin, madje edhe nuk i flet,
Madje edhe kur I thu, pa veç në paret mia kemet, e tani ti e pengon edhe tjetrin me I dhënë borxh. Pra të ndershëm vëllezër, të jemi të përgjithshëm dhe të ndërgjegjshëm, sepse prej duave, lutjeve të përditshme të pejgamberit alayhis salam ka qenë: o Zot, më mbroj nga zhytja në borxhe. Zhytjet në borxhe vëllezër janë smundje shpirtërore, edhe mentale, dhe janë kriza që shpesh njerëzit e shtin vetin ka nuk duhet. Jo detyrimisht na duhet jemi me një standard jetës. Jo detyrimisht, duhet jemi me një standard jetës. Pra, zhvillohu kapitalin sa I ki mundësit, por jo edhe në krahun dhe në shpinën e dikujt tjetër, sepse kjo ka kosto. Prandaj të ndershëm vëllezër, këto janë këshilla hyjnore që duhet jemi të kujdesshëm. Allah na përmirësoj gjendjen, Allahu na bëvë borxhli të mirë, edhe huadhonsa edhe huamarrësa të mirë. Allahu na mundsoj me qenë bamirësa dhe me qenë të dobishëm për familjen, për shoqërinë. Allahu na mundsoj që të na pranohen lutjet tona, ibadetet tona. Allahu na udhëzoj neve, juve, familjarët tanë, jujt. Lutim Allahun që t'i shëron të smuarit tanë dhe t'i mëshiron të vdekurit tanë.